janë dështimet më të mëdha të shërbimit britanik sekret në bashkëpunim me CIA. Një në Shqipëri në vitet 50 dhe një në vitet 2000, sa 2004 bie si 2002-2003 në Irak. Tani kjo ka hyrë në historinë e shërbimit sekret botëror? Do ta them. Po. Shiko, edhe Tony Blair nuk dua të bëj të mençur, nuk them çfarë thon dokumentacioni dhe çfarë ka dalë nga dokumentacioni edhe mbas 2000-s. Po. Tony Blair ka thënë atë që një fakt që njihet botërisht, cilën që operacionet e britanikëve dhe të amerikanëve kundër Shqipërisë dështuan. Ky është pranuar botërisht. Ka një gjë, ata thonë që është vështirë nga një fuqi e madhe të pranojë që një gjë, një i vockël të ashtu. Dhe ata kanë thënë që dështimi nuk na ka ardhur nga shqiptarët, por na ka ardhur nga sovjetikët dhe veçanërisht nga një emër që quhet tradhtia e Kim Philbit. Këta e kanë thënë zyrtarisht britanikët. Po. Jo vetëm aq, po janë botuar, mund të ketë, unë kam në shtëpi duhet të kemi 17-18 libra me këtë subjekt, të shkruar nga autorë të ndryshëm, pjesëtar të operacioneve, oficer, jo agent. Më i rëndësishme që ai tradhtie e madhe. Tradhtie e madhe, po. Është ai ka qenë autori i saj, ka qenë antar i Dhomës Lordëve në Angli, kryetari i Komisionit të Sigurisë të Anglisë. Kush? Bethel, Lordi Bethel. Betheli, bile ka ca histori interesante, nga që Betheli u fut dhe kërkoi historinë e vërtetë, sepse britanikët i kanë mbajtur sekret të gjitha këto. Asnjë dokument nuk kanë ekspozuar. Amerikanët i kanë deklasifikuar dhe kanë nxjerrë pafund dokumente. Unë kam marrë, mund të jenë mbi 150.000 faqe dokumente, dhe nuk kam lënë gjë pa lexuar. Këtë të më falësh po ta them siç është. Britanikët nuk ashtu. Unë i kërkova një miku tim, t'ja u them. Ju thash që një ndër gazetarët MNZ, më falësh, historian MNZ që ka sot Anglia, është një ish oficer i shërbimit i Mi-5-s, kundër zbulimit, jo të zbulimit, i cili tani është profesor në Cambridge, Roderick Bailey, t'ja u them emrin. Dhe i them, Roderick, nëse mundesh, unë kam marrëdhënie me të, ai ka bërë një libër shumë të mirë mbi veprimet e OSS-s gjatë luftës në Shqipëri, shërbimit britanik gjatë luftës në Shqipëri. Dhe i them, nuk ka arsye, nuk besoj që ata t'i kenë të tëra të mbyllura. Ti je i familiarizuar dhe nëse kanë deklasifikuar qofte 2 dokumenta nga ato operacione, të lutem, pa të prishur punë, ato janë legales, kanë kaluar 70 vjet tash. Për hir të vërtetës, Bailey mua dërgoi 2 dosje. Është për këto operacione, sigurisht nga ato ata kanë hequr, kanë selektuar, është normale. Selektuar, po normale është. Çdo shërbim, se mund të ketë gjëra nga ato që kanë lidhje edhe sot ata. Dhe nuk është budallat të t'japi dhe ato që vazhdon, domethënë. Por pjesën ndërmuese të tyre unë mora. Dhe të 2 shërbimet, edhe njëri dhe tjetri, dhe britaniku dhe amerikani, kanë punuar bashkarisht për trajnimin dhe për dërgimin e agjentëve të tyre këtu në Shqipëri. Në të gjithë literaturën del ata që kanë shkruar, anglezë dhe amerikanë, janë shumë autorë, unë i kam ato. Të gjithë i shkojnë asaj që Kim Philby duke ditur se që po beshin operacion, se ishte oficer i shërbimit anglez. Dhe jo vetëm kaq, po shkoj si oficer i ndërlidhjes në ambasadën britanike në Washington. Shumë mirë. Dhe duke ditur se çfarë bënin, ai ja dërgonte sovjetikëve. Dhe sovjetikët ja dërgonin shqiptarëve dhe shqiptarët ngrenin kur dhe i kapnin. Absolutisht asgjë nga këtë. Ti je armik i kësaj teorie. Po s'ka si, ja t'ju them 2 gjëra vetëm. Se këtu të kundërshtojnë ty shumë. Patjetër të më kundërshtojnë. Po s'ka, nuk më kundërshtojnë amerikanët. Amerikanët do t'ja u them. Sa e bukur kjo. Më kundërshtojnë shqiptarët, thotë nuk më kundërshtojnë amerikanët. Po me amator nuk dua të merrem me para një herë. Të më falësh për mënyrën e të folurit. Po jo, një njeri që nuk ka lexuar asgjë, po që i merr a priori ose ka dhe mlefe. Jo zotëri, historia bëhet mbi bazën e dokumenteve. Do të për gjithë ata që ta ndjekin, ta qartësojmë pak. Ju, profesor Koçollari, jeni kundër teorisë që të gjitha dështimet e CIA-s këtu në Shqipëri dhe në bashkëpunim dhe me shërbimet sekrete të tjera erdhën si rezultat i spionimeve të Kim Philbit, materialeve që Kim Philby, që tradhtoi britanikët, punoj për Moskën, i dërgonte këtu. Ju jeni kundër kësaj teorie, sepse ka shumë nga ata që thonë që gjithçka erdhi nga spionimet e Kim Philbit. Tani më lejo të t'ja sqaroj këtë? Tani jo të bëj pyetje. Po, të mbësh. Tani, ata që kundërshtuan ose që bën që të dështonin operacionet e CIA-s, oficerët e
e shërbimit sekret shqiptar të sigurimit, nuk ishin ndonjë arsimim. Por jo, më lë të flas. Po unë kuptoj që nuk ishin ndonjë arsimim. E ke gabim shumë që këtu që s'të lë të flasësh, për çfarë të flasësh? Okej, dorëzoj. Kush të thotë ty që s'kishin arsimim e s'kishin kulturë? Po çfarë ishin edhe? Ku kishin? Po të themun që kishte mbaruar akademinë, po të themun ty, midis të tjerave, nga ata kishin mbaruar, ka 2 nga ata që kanë mbaruar akademinë ushtarake në Modena në Itali. Kush ishin këta? Po ka nga ata që kishin mbaruar veç të tjerave edhe në shkollën ushtarake që në 46-ën në Moskë. Po kishte nga ata që kanë mbaruar këtu, po si e konsideron ti ato shkollë teknike normale në të tjera? Arifulsi, po pse si i quan pa kulturë? E di si dilnin nga ajo shkolla ata të paktën artikulimin e anglishtes? Tani ti lëm këto, do t'ja u them edhe për këtë. Ju jeni duke thënë që ata kishin një arsimim të mirë dhe formim të mirë? Po patjetër. Sepse ne kishim idenë që ishin ca çoban, që donin në malë dhe kapën për çoban ta më kështu. Po unë shikoj dokumentat, unë shikoj gjithë si vitet tërve. Unë bëj pyetje këtu zotë Koçollari, më mirë kuptoj që ne duhet të sqarojmë ata që edhe unë ato po bëj edhe. Po, dhe ju thon, ju i thi poshtë këtë. Po patjetër. Pse? Mirë ndisi kundër argumentat. Më lejo tani. Së pari, themi pse nuk ishte Kim Philby. Pyetja e parë që shtrohet deri në çvit, dhe deri në çmuaj, dhe deri në çditë, Kim Philby ishte oficeri i shërbimit britanik në Amerikë. Kim Philby në muajin nëntor të vitit 1949 përjashtohet nga shërbimi. Nëntor 1949. Në këtë kohë Kim Philby, unë ju kam dhënë një informacion ka dhënë për Shqipërinë. E keni në rusisht dhe është i vetmi unik. Te libri Lufta e ftohtë. Po, është i vetmi dokument, s'ka tjetër. Dhe aty thotë që në drejtim të Shqipërisë po përgatiten grupe njerëzish për të vepruar si diversant për përmbysjen e regjimit. Kaq është thotë. Kaq. Në 49-ën, në 49-ën në fund, në nëntor 49-ës Kim Philby përjashtohet. E dini pse përjashtohet? Sepse amerikanët kishin dyshuar që dikur jep informacioni. Në për të tjera gjëra, jo ashtu. Ikën Kim Philby. Po e dini në momentin që Kim Philby të 49-ën. Operacioni fillon 53-shën? Jo. Ishim me etapa. Shikoni, i pari operacion fillon në korik të 49-ës. Po grupin e parë, të jetur 20 në korik, ishte kapur. Për para se të dilte ky. Për para se të jepte informacioni Kim Philby. Dhe ata kanë shpjeguar për 4 muaj kush ishin bazat ku stërviteshin. Ku ishin? Kush ishin njerëzit që ishin akoma duke u trajnuar. Kush ishin instruktorët, cili ishte qëllimi? Nga i morën informacion? Po këta ishin atje që ishin trajnuar vetë, këta 4 që u kapën. Këta, do dhe ju jeni duke thënë që gjithë këta që u kapën, i kanë treguar. Po patjetër, po janë proces verbal, ata i shpjeguan edhe në gjyq të gjitha këto, më pas shumë vitesh, po. Dhe ato që thot Kim Philby, me gjithë të informacion, po jo vetëm ata të 4, grupi parë, po ishin kapur dhe individ të veçantë që kishin ardhur, se nuk i dërgonin vetëm me grupe, po dhe individ. Dhe gjithë informacioni tyre kryqëzoi dhe provoi saktësisht. Për shembull, ata shpjeguan që baza në Bari, Villa Maria, sa kilometra larg, me skica me tërë i kanë shpjeguar gjitha. Kush ishte instruktori që vinte dhe çfarë lëndësh bënin dhe trajnoheshin, dhe ajo informacioni i Kim Philbyt në nëntor 49 ishte pa asnjë vlerë përpara 4 muajve që kishin grumbulluar informacione pafund sigurimi i shtetit. E para. Në 49 niku, po 49 as kishte filluar, 2 grupe ishin ndërguar. Gjithë operacionet e tjera janë 49, 50, 51, 52, 53, 54. Janë 6 vjet. Po si ishte më Kim Philby? Bile Kim Philby ndiqej nga kundërzbulimi anglez, si i dyshuar. Në këtë kohë Philby ishte në Moskë? Jo. Ku ishte? Kim Philby punoi si gazetar dhe kishte ndërprer të gjitha kontaktet me shërbimin sekret rus, sepse edhe ata e dinin që ata dyshoheshin për të dhe e ndiqnin hapasapi. Në 60-ën kanë shkuar amerikanët për ta ditur, sepse nuk ishte shkruar gjikundi, për ta arrestuar Kim Philbyn në Beirut, kishte shkuar si gazetar. Po. Dhe kanë vajtur në hotelin ku ashtu. Se gjetën? Ai thotë këtu ishte dhe ai ka dalë 10 minuta përpara, se do thotë që ata e kanë njoftuar që sipas ju kishte inteligjencë lartë Kim Philby? Nga ato që flitet, për shembull është Graham Greene, besoj ju e dini, gazetari, është shkrimtar i famshëm dhe nobelist. Po ka qenë oficer i sigurimit britanik ai dhe koleg i Kim Philbyt. Dhe çuditërisht Graham Greene flet me konsiderat edhe për kulturën e tij. U marr çfarë thot një njeri i kulturuar, një nobelist. Thot ishte në yll në ngjitje në shërbimin sekret britanik,
nuk përjashtoi që të merrte edhe funksionet më të lartin, dhe Kim Philby duket që ka qenë i tillë, po për Shqipërinë nuk ka absolutisht. Të thash një, që kur ai dha në 49-ën atëherë filluan operacioni, ai s'dinte se ç'do ndodhin mbas 5 vjetë, të gjitha grupet janë kapur 50, 51, 52, 53, 54. Kishte Shqipëria një e dyta. Kishte Shqipëria një Kim Philby të saj? Ka pasur oficer të sigurimit, atë që tham pak më parë, të kulturuar shumë. Shumë, Po. Agenturistë, mos flasim se thonë çfarë kam dëgjuar këtu që ishte atashe ushtar, nuk merret atashe ushtarak me punë agjenturore. Nuk merret me punë. As të përdoret si bashkëpunëtor atashe ushtarak. Këto janë kush ka lexuar pak dhe kush ka pak kulturë në fushën e inteligjencës, kur i dëgjon këto janë nuk merret atë. Ata shet ushtarak nuk merr me ai si veshur me uniforme të dalë ai tani ushtarake të dalë ai takoj e di si takojnë bashkëpunëtorët jashtë apo. Të se kanë idenë, flasin kështu. Që po të më kapin mua atje, para i shkon për spionazh ai që me cilin unë takoj, dhe unë si non grata për të mos thënë që përfundojnë në burgje ande. E dini si kanë përfunduar shumë janë, për shembull, të mund ty ka qenë këtë duash ti merr Penkovskin, merr Sorgen në këta që njëherë kapën në aktivitet. Cili jeni ju zoti Sorgen? Po, dhe iku ai shko u var. Po çifti Rosenberg? Çifti Rosenberg është tjetër. Ata kanë qenë bashkëpunëtor. Njëri ka qenë bashkëpunëtor. Po ai tjetri, jo i CIA-s, i rusëve. Po pra, a ishin të shërbimit sekretësias? Jo. Çifti ishin agent të rusëve. Ata i jepnin informacion rusëve për bombën atomike. Për bombën atomike. Ishin shkencëtar atomike. Ishin shkencëtar, po mirë, nuk ishin Po ishin bashkëpunëtor të rusëve, sekretë rusëve. Dhe ata, në fakt, çfarë dolin pas, jo dy pas kanë qenë bashkëpunëtor të rusëve. Njëri ka qenë, ai tjetri u doq si ka iku, u ekzekutuan karrike elektrike. Në karrike. Po kush ishte gruaja? Ishte një tjetër. Foto tjetër, foto se kaluam në... E vendosa këtë se më ka bërë shumë përshtypje. Këto janë gjithë ato kodet, ë? Po. Kodi shifror që transmitohet, sepse çdo grup që dërgohej, jo. Radio. Jo, në radio. Çdo grup që dërgohej kishte me vete edhe një radist dhe një radio. Po. Dhe radisti njifte kodin shifror. Dhe këto janë mënyra se si grupe 5, që shikon nga 5 shifra. Do ja të marrë parë, 1389, 1389. Po. Kush ç'a ishte ky numër? Ajo fjala vjen iki, shkoj. Edhe ai pi Shkova. Vazhdon me tjetrën. Po. Kjo ka vazhduar edhe më vonë, Se nga gjitha ato që ti ke votuar, kjo ka bërë shumë përshtypje. Po, këto janë kodi shifror. Këto ju kapën. Dhe mbas ju se kjo ka rëndësi të madhe. Ju kapën aty radistit, ë? Po. Po dhe? Dhe u deshifruan. U muar një radisti joni, po, i cili nga sa të lexoj nga dokumentacioni, po data që e ka njohur fizikisht, a që një oficer ish partizan që ishte marrë me radio gjatë luftës dhe që njifte këto kodet shifror, që i qëndronte afër për të e transmeton, sepse bëni shkrimin, informacionin dhe pastaj informacionin, për shembull, nesër do të shkojmë në filan bazë sekrete dhe do të takojmë filanin. Dhe ai e bënte me numra. Dhe bëni të dy me numra. Dhe oficeri i qëndronte mbi kokë radistit, se njihnin mënyrën e transmetimit ata të dorës. Nëse një radist e njeh dorën e radistit. Dhe nëse futej një oficer për ta bërë këtë, s'është radisti. S'është ai, ë? Po patjetër. Do të dallonin, ë? Po patjetër. Refiku ka thyer dorën. Po janë studiuar atëherë. Punon me dorën e majt. Bile, domethënë, kjo ishte çelësi që u bë ajo që quhej radioloja. Radioloja, madh. Po. Këto janë të tejkaluara. Do të them një gjë interesante të vogël për këtë, për kuriozitet. Gjatë kohës që qëndronte oficerët tan, sepse ata shpesh kishin orë caktuar kur ndërlidheshin me radio. Dhe në orën e caktuar futeshin në val dhe fillon porinin sepse mund të kishin edhe takime jashtë radhe. Sepse grupe që ndiqeshin vazhdimisht. Dhe në një moment duke kontrolluar me këtë ma kanë thënë është e pasqyruar dhe në dokumenta, kapën një transmetim, transmetoi po jo për ta, për dikë tjetër, dhe thanë mos është në një grup tjetër në Shqipëri që nëse dim, në fakt, që ishte? Baza e tyre e britanikëve transmetonte për një grup që ishte në territoret bullgare. Këta i deshifruan të gjithë dhe thrasin ata të ambasadës bullgare. Ja thonë? Po, i thotë urdhërën, thotë se keni një grup në filan vend, në filan orë kështë ndodhur këtu. Dhe nesër takimi do të jetë dhe gjetën e kapën ata. Do të Kim Philby për Bullgarinë. Po. Do shqiptari ishte Kim Philby. Po, ne nuk na kanë dhënë asnjë gjë. Të them dhe një gjë të thjeshtë fare sepse ka shumë argumente që s'është Kim Philby. Po. Më lejo dhe një gjë të thjeshtë fare. Në shkollën Gjergjinski në Moskë, ku përgatiten kuadrat të shërbimit sekret, kanë mbaruar dhe disa
oficer tani nuk janë ata, pjesa më e madhe kam vdekur. Sa shqiptarë mbaron atje? Po nuk e them dot me Po relativisht i madh numri? Jo i madh, jo, duhet të kenë qenë fjala vjen themun 20, 30, jo më shumë. Kaq. Kaq, ë? Kaq. Po. Dhe midis tjera në dy nga ata që ne kam respektuar për kulturën që kishin, midis tjera më ka thënë Perla Çavushi. Po. Dhe duke biseduar për këtë temë, kam thënë, më ka thënë një gjë, duke thënë që ja argumentet, ja dhe librat që provojnë dhe dokumentacion që provojnë që nuk kanë qenë. Edhe ai sigurisht pajtoi me mendimin tim dhe tha, shikon do të them vetëm një gjë. Në shkolla tjetër, kanë qenë të rritur, atje kanë qenë 24-25 vjeç kur kanë shkuar, tha këto shërbime sekrete në shkollat e tyre kanë disa dispensa, libra të praktikave të ndryshme, të ngjarjeve të ndryshme, që ja u japin studentëve edhe për kulturë të përgjithshme, çfarë ka ndodhur dhe si kanë marrë zgjidhje çështje delikate. Dhe thot midis të tjerave, po, aty na thonë që kur bënim një nga temat e këtyre, si mund të futen në kurthe grupe klandestine që futen në territor. Diversant. Po. I thot, shiko, kini 2 libra që përshkruajnë 2 operacione të mahnitshme, po. Dispensa, tamam, se s'po e gjeja fjalën. Që përshkruajnë saktësisht 2 operacione të shkëlqyera, të organizuara nga një shërbim i vogël, ndaj 2 shërbimeve shumë të mëdha, çka tregon që kur një shërbim i vogël është i vendosur të ndrojë sovranitetin e vendit të tij dhe brenda shpirtit të tij ka një patriotizëm të palkundur, mund ta bëjë edhe mrekullira si këto. Merrini të 2 dispensa, kur i marrin ato ishin operacione që kanë kryer. Këto i ka bërë shërbimi sekret shqiptar të shkruara këto. Domethënë janë ajo valuable kjo? Të dyja, valuable edhe fjen djalli. Valuable dhe fjen djalli. Dhe po këtu flitet për operacione që kishin. Jeni duke thënë që një nga shkollat më të famshme në botë të shërbimit sekret, Gjergjinski, në Moskë, ka 2 po themi leksione të veçanta, 2 libra të veçantë për studentët, për operacionet e sigurimit të shtetit. Po. Më fal të them, po shiko, të më ndjesh me janë takuar ose janë takuar dhe ish kolegët e mi me shumë njerëz të shërbimeve sekrete perëndimore, por dhe lindore. Po të më falësh të them, po sigurisht nuk e shikoj që nga artikulimi dhe nga mënyra se si dhe çfarë dhe nga kultura e përgjithshme kush janë ata dhe kush jemi ne. Shikoj, jam në një moshë që boll modestin, po jo, do të them edhe disa gjëra, në shumë gjëra, unë shikoj se kulturë të përgjithshme kanë të tjerë, nuk i nënvlerësoj kurrë, sepse edhe këtu ka nivele të ulta. Po shikoj edhe ato që i konsiderojmë si truri i inteligjencës e këto. Jo, janë njerëz që kanë... Kadria Zbiu e mbaroi këtë shkollë, Gjergjinski? Kadria Zbiu? Mbaroi, ka bërë një... Gjergjinski? Një vit ka bërë. Një vit, jo... Foto tjetër. Po të shpejta. Foto tjetër. Tani, 2 instruktorë shqiptarë që ndihmuan përgatitjen e agjentëve britanikë, Ihsan Toptani, Jani Diloj. Ihsan Toptani që gazetar i BBC-s, Po. Dhe ata e kanë përdorur për nevojat që kishin në shërbimin sekret britan. Jo diversant. Po, e kanë përdorur si për lëndë të veçanta dhe si përkthyes. Tani kush është Ihsan Toptani këtu? I kam unë aty këta 2, një ky këtu është britanik, ky këtu në qendër. Ky duhet të jetë. Ky këtu dhe ky, këta 2 të anësh janë britanik. Jo, edhe ai mbrapa duhet të jetë britanik. Po, mundet. Ky duhet të jetë Ihsan Toptani? Ai duhet. Ai me pamja, ashtu. Okej, dhe Jani Diloj. Foto tjetër? Edhe grup diversantës. Ku janë? Ta janë në territori, kanë zbritur në territorin shqiptar dhe kanë bërë foto, si shikon. Si mund të bënin foto në? Po kishin me vete ata. Kur kishin radio, e di ç'ishte radioja apo jo? Sa ishte radioja në ato? Sa peshonte? 9 kg. Po ishte radio e madhe. Bile, e ti si prodhoi energjia se më pas u fut bateria. Po njerëzit duhet i dinë këto se shpesh thonë me një fjalë me një radio ai bënte kështu. Bile të them ajo punonte me një kështu si biciklet, që prodhonte energji dhe pedal, bravo. Po, dhe i çonte energjinë dhe ai pastaj radio punonte të transmetonte, po. Më pas dolën bateritë. Bateritë, po. Foto tjetër? Ky është Kim Filbi, po. Këtu është një intervistë. Sy me ngjyrë kishte? Po. Jeshil. Se duhet se kjo foto është bardhëzi, po jeshil. Kim Filbi s'ka të bëj, as ka dënë asë një ashtu për Shqipërinë, absolutisht. Kim Filbi këtu është një intervistë që i dha në 70-ën,
për shkak të bujës së madhe dhe të kërkesës së madhe që kishin për ato gjurmë që kishin, se u shkruajtën edhe shumë libra dhe sot ashtu, i kërkuan gazetarët vazhdimisht qeverisë sovjetike që të kishin të drejtën të vetë bashkim, ata lejoheshin, të shkonin por t'i merrnin një intervistë Kim Philipit. Dhe Kim Philip doli përpara gazetarëve. Konferencë për shtyp? Konferencë për shtyp. Dhe i bën pyetje të shumta gjitha me radhë, u përgjigj. Një pyetje më ka bërë për shtypje. Në fund i tha, shpytje po, diçka tjetër, dakord i tha. Po mirë i tha, pyetja që ju bë Kim Philipit ishte kjo, e fundit. A nuk ndjesh keq si një tradhtar për ato që ke bërë? E di cila ishte përgjigjja e Kim Philipit? Tradhtar? Po ku qëndron tradhtia ime? Mund të ma thuash ti? Tradhtar është ai që ka bindje të caktuara politike, filozofike dhe ideologjike, dhe pastaj i braktis ato, i traton. Më thoni, ku i braktisa në një bindjet e mia prosumajtës unë? Ja, ishe britanik dhe funksionoi për Moskë. Për bindjet, do me thënë, nuk kuptove çfarë ka thënë? Po, që ishe tradhtar, zoti Koçollari, këtë nuk e vëm dyshim tani. Pastaj bindjet, pastaj mund të thotë çfarë dote. Ai vdiq në Moskë, varri në Moskë. Në Moskë. Foto tjetër.